Partia Demokratike dënon refuzimin e KLG-s për të marrë në shqyrtim çështjen e Irina Gjokës, duke ja përcjellë për kompetencë inspektorit të lartë të drejtësisë. Nga hetimet e prokurorisë së përgjithshme, gjyqtarja rezultoi e dënuar në Greqi për përdorim vize të falsifikuar dhe që nuk e kishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit dhe sipas Partisë Demokratike, kjo çështje nuk duhet të zvarritet. Dërgimi për kompetencë i LD-s është një përpjekje e qartë për të zvarritur akoma dhe më tej këtë çështje, me pasoja shumë të rënda për pushtetin gjyqësor, të drejtat e qytetarëve dhe besimin e publikut te sistemi i drejtësisë. Por Këshillin e Lartë Gjyqësor duket normale që një gjyqtare e dënuar me vendim penal të formës së prerë të vazhdojë gjykimin në gjykatë të posaçme, duke minuar kështu qoftë qëllimet e ligjit të dekriminalizimit të miratuar në vitin 2015, ashtu edhe të paketës kushtetuese dhe ligjore të reformës në drejtësi të miratuar në vitin 2016, thuhet në deklaratën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në deklaratë të djathtët i bëjnë thirrje Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë që të zbatojë ligjin dhe të kërkojë menjëherë nga KLG deklarimin e mbarimit të mandatit për gjyqtaren e dënuar.